Felipe e ndjeu zemrën t'i rrite më fort kur hapi telefonin në mes të mbledhjes dhe hyri te pamjet e kamerave të fshehta që kishte vendosur nëpër shtëpi. Nuk e kishte zakon të bënte gjëra të tilla pa arsye, por që nga aksidenti, frika nuk e linte më reja. Ajo që u shfaq në ekranin e kuzhinës e ndaloi botën e tij në vend. Migueli ishte aty, ulur në dy sheme, duke rrahur tenxheret me lugë druri dhe duke buzëqeshur në një mënyrë që Felipe nuk e kishte parë prej muajsh. Që nga aksidenti që i kishte marrë lëvizjen e këmbëve, ai buzëqeshje ishte zhdukur nga fytyra e të birit, por tani ajo ishte kthyer. E pastër. E sinqert. E gjallë. Dhe përballë tij, shtrirë barkas mbi dyshemen e ftohtë të kuzhinës, ishte Ilia. Pastruesja që ai kishte punësuar vetëm 2 javë më parë. Ajo kishte ende uniformën blu dhe dorezat e verdha të gomës, sikur të kishte ndaluar pastrimin në mes, vetëm për të qenë aty, në nivelin e syve të fëmijës, duke folur, duke qeshur dhe duke duartrokitur sa herë Migueli godiste tenxheret me ritëm. Felipe shtrëngoi telefonin aq fort sa gishtat ju zbardhen. Gjoksi ju shtrëngua. Prej 6 muajsh që nga dita kur kishte humbur gruan e tij patëcia në aksidentin tragjik që kishte lënë edhe djalin të paralizuar, ai kishte punësuar 5 dado të ndryshme. Të gjitha kishin qenë ose tepër të ftohta, ose të mbushura me një mëshirë të rëndë që e mbytej fëmijën. Por ajo që shihte tani ishte ndryshe. Një grua që nuk paguej për të kujdesur për djalin e tij, shtrirë në dy sheme, duke luajtur me të sikur ai të ishte gjëja më e rëndësishme në botë. Mbledhja vazhdonte rreth tij. Grafik, numra, zëra. Por Felipe nuk dëgjonte më asgjë. Mendja e tij ishte vetëm në atë kuzhinë, ku një grua që ai mezi e njihte po bënte atë që ai vetë nuk arrinte ta bënte më. Sa herë që ai shikonte Miguelin, shihte aksidentin. Shihte makinën duke u përmbysur. Shihte trupin e pajet të patëcias dhe dëgjonte të qarën e dëshpëruar të djalit të tij të bllokuar në sediljen e makinës. Zëri i drejtorit financiar e ktheu në realitet. Felipe u ngrit pa pritur, mori xhaketën dhe telefonin dhe doli nga salla, duke injoruar shikimet e habitura. Nuk i interesonin më kontratat apo shifrat. I duhej të shkonte në shtëpi. Tani, rruga ishte e mbingarkuar, por ai voziti si në mjegull, duke rishikuar pamjet në telefon përsëri e përsëri. Vinte re detaje që nuk i kishte parë më parë. Mënyrën si Ilia e shikonte Miguelin me dashuri të vërtetë. Mënyrën si qeshte me të. Mënyrën si e rregullonte rrobën e tij me kujdes. Kur hyri në shtëpi, dëgjoi zhurmën e tenxhereve dhe të qeshurën e djalit të tij. Zemra i u mbush. U ndal në korridor duke marrë frym thellë. Ishte hera e parë pas shumë kohësh që shtëpia dukej e gjallë. Në kuzhinë, skena ishte identike me atë që kishte parë në telefon. Migueli ishte ulur në dy sheme, ndërsa karrigia e zezë me rrota qëndronte e braktisur pranë murit. Një kujtesë e dhimbshme e gjithçkaje që kishte humbur. Ilia ishte ende shtrirë në dy sheme, duke e inkurajuar. Kur ajo e pa Felipen, u ngrit me ngutë e turpëruar, duke menduar se do të pushojë nga puna. Filloi të shpjegoi me zë të dridhur, duke renditur gjithçka që kishte pastruar. Felipe e ndaloi. I kërkoi të linte tenxheret në dy sheme. Ilia u ngrirë nga frika. Ai e kuptoi se ajo mendonte se kishte bërë diçka gabim. Ai e pyeti pse ishte shtrirë në dy sheme duke luajtur me djalin e tij, kur nuk ishte puna e saj. Ilia u habit nga pyetja. Ajo shpjegoi se fëmijët kanë nevojë që të rriturit të zbresin në nivelin e tyre, të mos qëndrojnë mbi ta. Se kështu ndihen të parë dhe të rëndësishëm. Se gjyshja e saj e kishte bërë gjithmonë këtë me të. Fjalët e saj e goditën Felipen. Ai kur nuk ishte ulur në dy sheme me Miguelin. Ishte gjithmonë shumë i lodhur, shumë i thyer. Ai u përpoq të mbante ton të ftohtë, duke i thënë se ajo ishte paguar për të pastruar, jo për të luajtur, por ndërsa fliste, pa Miguelin që uli kokën dhe humbi buzëqeshjen. Zemra e tij u coptua. Ilia foli me guxim. I tha se Migueli kishte nevojë për më shumë se një shtëpi të pastër. Kishte nevojë për dashuri, për vëmendje, për dikë që ta shihte si një fëmijë plot jetë, jo si një fëmijë për t'u mëshiruar. Felipe u ndjej i sulmuar. Por çdo fjalë e saj ishte e vërtetë. Ajo i tha se ai ishte larguar nga djali për të mos ndjerë dhimbjen, por duke e bërë atë të ndihej i braktisur. Kur Ilia përmendi të qarat e Miguelit kur Felipe largohej, makthet e natës, frikën se babai nuk do të kthehej më, Felipe u shkatërrua.
Ai pyeti se si ajo i dinte të gjitha këto. Ajo ju përgjigj qetë. Sepse ajo rinte me të. Fliste me të. E dëgjonte. E mbante për dore kur kishte frikë. I këndonte. I jepte atë që askush tjetër nuk po i jepte. Felipe nuk mundi ta shikonte më. Pastaj rrëfeu të vërtetën për kamerat e fshehta. Ilia u ndje e tradhtuar, e vëzhguar. Zemërimi dhe dhimbja i mbuluan fytyrën. Felipe e kuptoi sa e rënd ishte ajo që kishte bërë. Ai kishte dashur vetëm ta mbronte djalin e tij. Por kishte shkelur kufi që nuk duhej t'i shkelte kurrë. Dhe aty, në atë kuzhinë, mes dhimbjes, fajit dhe së vërtetës, ai e kuptoi diçka thelbësore. Gruaja që ai kishte punësuar për të pastruar shtëpinë, po pastronte diçka shumë më të thellë. Zemrën e djalit të tij. Dhe ndoshta, edhe të tijën. Asgjë e keqe nuk do t'i ndodhte Miguelit. Kjo ishte arsyeja e vetme pse Felipe kishte vendosur kamerat. Ai kishte pasur përvoja të tmerrshme me dado të mëparshme, njerëz që e kishin keqtrajtuar djalin e tij kur ai nuk ishte aty. Ai nuk mund ta rrezikonte më sigurinë e Miguelit. Kurrë më. Felipe u përpoq të justifikoi, por edhe për veten e tij, fjalët tingëllonin të dobëta, pushtuese dhe të gabuara. Dhe ai pa zhgënjimin të rritej ngadalë në fytyrën e Ilias. Dhe a pat ndonjë gjë të keqe në ato pamje, zotëri Felipe, e pyeti ajo, me zërin që dridhej lehtë nga emocioni. Më pat mua duke e keqtrajtuar? Duke i bërtitur? Duke e injoruar kur qante dhe kërkonte vëmendje? Më pat duke e lënë vetëm, në rrezik? Apo më pat duke u kujdesur për të me gjithë dashurinë që kam brenda meje, sikur të ishte djali im? Felipe heshti. Sepse përgjigjja ishte e thjeshtë dhe e dhimbshme. Ai nuk kishte parë asgjë të keqe. Asgjë. Në 2 javët e fundit, pamjet kishin treguar të kundërtën. Ai kishte parë Ilian duke e trajtuar Miguelin me një dashuri, një durim dhe një përkushtim që ai vetë nuk e kishte parë që nga koha kur patërcia ishte ende gjallë. Dhe kjo e hutonte thellësisht. Nuk arrinte ta kuptonte si një huaj mund të lidhej me djalin e tij në një mënyrë që ai vetë nuk arrinte më pas aksidentit. Unë ju pash duke bërë gjëra që nuk janë pjesë e punës suaj, tha Felipe, duke u përpjekur të mbante një ton autoritar. Ju pash duke i kënduar atij kur duhej të pastronit banjën. Ju pash duke luajtur me të kur duhej të përgatisnit drekën. Ju pash të shtrirë në dysheme, duke humbur kohë, kur kishte punë për t'u bërë. Dhe unë ju paguaj për kohën tuaj. Ndërsa fjalët dilnin nga goja e tij, Felipe e kuptoi sa të vogla, mizore dhe të padrejta tingëllonin. Por ai nuk ndalonte dot. Ishte i zemëruar. I zemëruar me Ilian sepse ajo e bënte të dukej e lehtë diçka që për të ishte bërë e pamundur. Ajo arrinte të lidhej me Miguelin, ndërsa ai vetë nuk arrinte më. Atëherë më pushoni nga puna, tha Ilia, me zërin që tani ishte i fortë dhe i palëkundur. Më pushoni tani, sepse nuk do të kërkoj falje që e trajtova djalin tuaj si një qenie njerëzore që meriton dashuri, vëmendje dhe kujdes. Më pushoni sepse ndalova disa minuta nga puna për ta bërë të buzëqesh vërtet, ndoshta për herë të parë pas shumë kohësh. Më pushoni sepse i dhash atij pikërisht atë që kishte më shumë nevojë dhe që ju nuk arrini t'ia jepni për shkak të dhimbjes suaj. Ajo mori çantën kafe që ishte varur në karrigen e kuzhinës. Felipe ndjeu panikun t'i shpërthente në kraharor. Ajo po largohej vërtet. Po dilte nga ajo shtëpi dhe nuk do të kthehej më. Dhe nëse ajo largohej, Migueli do të humbiste të vetmin person që kishte arritur ta bënte të lumtur në 6 muajt e fundit. Dhe ai nuk mund ta lejonte këtë. Ju lutem, prisni, tha Felipe. Zëri i tij doli i thyer, i dëshpëruar, krejt ndryshe nga toni i ftohtë që përdorte zakonisht. Ilia ndaloi me dorën te rripi i çantës dhe u kthye për ta parë. Në fytyrën e saj kishte zemërim, zhgënjim, trishtim dhe një grim kurreshtieje. Të pres për çfarë? Pyeti ajo. Që t'ju dëgjoj të më thoni sërish se nuk e bëj mirë punën time? Që të më thoni se nuk duhet të më interesoj një fëmijë që rri vetëm gjithë ditën në këtë shtëpi të madhe? Që të më thoni se ta dua dhe të kujdesem për të është gabim sepse nuk është shkruar në kontratë. Felipe pa se ajo po qante vërtet tani. Dhe e kuptoi se kjo nuk ishte thjesht një punë për të. Ajo kujdesej për Miguelin në mënyrë të thellë, të sinqertë dhe pa interes. Ju lutem, mos ikni, tha ai. Unë isha një idiot i plodh. Nuk duhej të flisja ashtu. Nuk duhej të vendosja kamera të fshehta pa ju njoftuar.
Unë thjesht nuk di më si ta bëj këtë. Nuk di si të jem baba I tij pas gjithçkaje që ndodhi. Nuk di si ta shikoj pa e parë aksidentin sërish në mendjen time. Nuk di si të jetoj në këtë shtëpi pa Patrician, nuk di më asgjë. Jam I humbur. Lotët filluan t'i rridhnin në përfaqe. Ai ndje I dobët, I zhveshur, duke qarë në mes të kuzhinës përpara pastrueses së shtëpisë. Por nuk mund ta mbante më gjithçka brenda. Gjithçka kishte shpërthyer. Ilia qëndroi e heshtur për disa çaste që dukeshin si përjetësi. Pastaj ajo e la çantën të binte në dy sheme dhe ju afrua ngadalë, si dikujt të plagosur rënd. Vendosi dorën mbi krahun e tij në një gjest ngushëllimi që e bëri Felipen të donte të shembej plotësisht. Ju keni nevojë për ndihmë profesionale, zotëri Felipe, tha ajo me zë të butë. Ju duhet të flisni me një psikolog ose terapist për gjithçka që po ndjeni. Kjo po ju gërryen nga brenda dhe po shkatëron marrëdhënien tuaj me djalin tuaj. Nëse nuk e trajtoni këtë tani, do të përkeqësohet. Felipe tunte kokën me forcë. Burrat nuk kërkonin ndihmë. Burrat nuk pranonin se ishin të thyer emocionalisht. Kështu ishte rritur. Nuk kam nevojë për ndihmë, tha ai. Më duhet vetëm kohë. Gjërat do të përmirësohen vetë. Por ai e dinte që po gënjente. Koha kishte kaluar dhe asgjë nuk ishte përmirësuar. Gjithçka vetëm kishte përkeqësuar. Gjërat nuk përmirësohen vetë, tha Ilia me qetësi. Koha nuk shëron asgjë nëse nuk punojmë edhe nga brenda. Dhe Migueli nuk mund të presë. Ai ka nevojë për ju tani. Felipe e pa Miguelin ulur në dy sheme, duke I vëzhguar me ata sy të mëdhenj, plot një trishtim që nuk duhej të ekzistonte te një fëmijë kaq I vogël. Kam frikë, pranoi Felipe më në fund. Frikë nga çfarë? Pyeti Ilia butë. Frikë t'i afrohem dhe ta humbas edhe atë. Siç humba Patrician, frikë ta dua si më parë dhe të ndodh diçka e tmerrshme. Nuk e përballoj dot të humbas më dikë që dua. Ai filloi të qante pa kontroll. Ilia e përqafoi fort. Ju nuk do ta humbisni, I tha ajo. Ai është këtu. Dhe largimi nga frika nuk ju mbron. Ju vetëm humbni kohën më të çmuar që mund të kishit së bashku. Po si të filloj? Pyeti Felipe. Nuk është kur vonë, buzëqeshi Ilia lehtë. Filloni thjesht. Ajo tregoi drejt dyshemes, ku tenxheret dhe lugët ishin ende aty. Uluni me të. Merrni një lugë. Godisni një tenxhere bashkë me të. Vetëm kaq. Jini aty. Felipe e pa Miguelin. Dhe për herë të parë pas shumë muajsh, ndjeu se ndoshta, vetëm ndoshta, shërimi mund të fillonte aty. Në dy sheme. Me një lugë druri. Dhe me zemrën e hapur, para se Felipe të ndryshonte mendje ose të gjente një justifikim tjetër për të mos vepruar, Ilia e kapi butë nga dora dhe e tërhoqi drejt dyshemes. Felipe u gjunjëzua mbi pllakat e ftohta të kuzhinës, për herë të parë pas shumë muajsh, dhe papritur u gjen ballë për ballë me djalin e tij. Migueli e shikonte me sytë e mëdhenj, të hapur nga habia, dhe në to fillonte të shfaqej një shkëlqim I vogël gëzimi, I kujdesshëm, sikur të kishte frikë të besonte plotësisht. Ilia mori një nga lugët e drurit nga dyshemeja dhe ja vendosi në dorën e Felipes, duke I mbyllur gishtat rreth bishtit të drunit me një vendosmëri të butë. Pastaj mori një lugë tjetër dhe ja dha Miguelit, duke ulur pas tij për t'i dhënë mbështetje, që të qëndronte drejt dhe rehat. Ajo e mbante me kujdes, sikur të ishte gjëja më e çmuar në botë. Tani godite tenxheren, zotëri Felipe, tha ajo me një zë inkurajues. Vetëm godite, pa menduar shumë, dhe shiko çfarë ndodh natyrshëm. Felipe pa lugën në dorën e tij, që po dridhej pak, dhe pastaj pa tenxheren e kthyer përmbys përballë tij. Ai ngriti krahun ngadalë, duke u ndier qesharak dhe fëmijëror duke bërë diçka të tillë. Por kur goditi lugën mbi tenxheren prej inoksi dhe dëgjoi tingullin metalik të fortë që u përhap në të gjithë kuzhinën, ai pa Miguelin të buzëqeshte lehtë. Një buzëqeshje e vogël, e ndrojtur, por e vërtetë. Dhe ajo buzëqeshje ishte si një shpërthim drite të ngrohtë në gjoksin e Felipes, që kishte qenë I ftohtë dhe I errët për kaq shumë kohë. Sërish, babi, bëje sërish, tha Migueli me zërin e tij të hollë, plot entuziazëm. Dhe Felipe ndjeu lotët t'i ktheheshin me forcë në sy. Djali e kishte thirrur babi, I kishte folur drejt për herë të parë pas shumë muajsh. I kishte kërkuar të vazhdonte. Felipe goditi tenxheren edhe një herë.
Këtë herë, Migueli e goditi edhe ai tenxherën e tij në të njëjtën kohë. Dy tingujt metalik u përzien duke krijuar një melodi kaotike dhe plotësisht të çakorduar, por për Felipen ishte tingulli më i bukur dhe më i përsosur që kishte dëgjuar ndonjëherë në jetën e tij. Kjo është shumë mirë. Tani të dy së bashku, në të njëjtin ritëm. Unë do të numëroj, tha Ilia, duke duar trokitur e entuziazmuar. Gati tani. Felipe dhe Miguel goditën tenxheret në të njëjtën kohë, duke ndjekur ritmin. Miguel shpërtheu në një të qeshur të fortë, të pastër, të mbushur me gëzim të vërtetë. Ajo e qeshur bëri që zemra e Felipes të shpërthente nga brenda, në një mënyrë që nuk e kishte ndier për kaq shumë muaj. Dhe pa e kuptuar, ai filloi të qeshte edhe vetë. Të qeshte vërtet. Për herë të parë që nga aksidenti. Të tre qëndruan aty, ulur në dyshemen e ftohtë të kuzhinës, duke rrahur tenxheret e vjetra, duke qeshur me zë të lartë, sikur të ishin e vetmja familje që ekzistonte në të gjithë botën në atë çast. Felipe e ngriti shikimin drejt Ilias mbi kokën e Miguelit dhe pa se ajo po qante sërish. Por këto ishin lot të pastër gëzimi. Lot lumturie të sinqertë. Në atë moment të thjeshtë, por jashtëzakonisht të fuqishëm, Felipe e kuptoi diçka thelbësore. Kjo grua nuk ishte thjesht një pastruese që ai kishte punësuar nga nevoja. Ajo ishte një engjëll i maskuar që kishte hyrë në jetën e tyre pikërisht kur ata kishin më shumë nevojë për dikë të tillë, dhe ai kurrë nuk do të ishte në gjendje ta falenderonte mjaftueshëm për faktin që kishte shpëtuar jo vetëm Miguelin, por edhe atë vetë nga fundosja e plotë në dhimbje. Pasditja kaloi ngadalë dhe ata vazhduan të qëndronin në dysheme, duke luajtur me tenxheret dhe lugët e drurit, duke bërë zhurmë, duke qeshur për gjëra të vogla, duke folur për gjithçka dhe për asgjë njëkohësisht. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Felipe ndjeu se ndoshta ai mund t'ia dilte mban. Ndoshta ai mund të ishte sërish një baba i vërtetë. Ndoshta kishte ende shpresë që ata të rindërtonin diçka të re nga rënojat. Kur dielli filloi të perëndonte dhe kuzhina u mbush me dritë portokallie të artë, Felipe ndjeu se ishte i lodhur dhe i uritur, por mbi të gjitha ishte vërtet i lumtur. Një lumturi e thellë, e sinqertë, që kishte harruar se ishte e mundur të ndjeje përsëri. Kur Migueli u zgjat nga lodhja dhe mbështeti kokën mbi shpatullën e tij, duke kërkuar ngushëllim dhe siguri, Felipe ndjeu se ndoshta pjesa më e keqe kishte kaluar. Ndoshta ata mund të ndërtonin një jetë të re, ndryshe, por të mirë, nga copat e thyra që kishin mbetur nga tragjedia. Faleminderit, Ilia, tha Felipe me zë të ulët. Faleminderit që nuk hoqe dorë nga unë. Faleminderit që nuk hoqe dorë nga ai. Faleminderit që më tregove se unë ende mund të jem babai që ai ka nevojë, pavarësisht gjithçkaje. Ilia buzëqeshi, fshiu lotët dhe e shikoi me një butësi që Felipe nuk e kishte ndier prej shumë kohësh. Nuk ka nevojë të më falenderoni, tha ajo. Bëra atë që çdo njeri me zemër do të bënte. Migueli është një djalë i mrekullueshëm dhe ai meriton ta ketë baban e tij pranë. Ajo pa orën dhe vuri re se ishte bërë vonë. Felipe e ftoi të qëndronte për darkë. Ilia hezitoi, por Migueli e shikoi me sy lutës dhe ajo pranoi. Ndërsa ajo filloi të gatuante, Felipe u ul pranë Miguelit. Ata folën. U prekën. U afruan. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ajo shtëpi nuk ishte më thjesht një vend për të fjetur. Ishte sërish një shtëpi. Një shtëpi me jetë. Një shtëpi me shpresë. Gjërat ishin të thjeshta. Po aq të thjeshta sa vizatimi që Migueli pëlqente të shikonte, kënga që Ilia kishte kënduar më herët dhe receta e pulës që kishte qenë e shijshme. Felipe e kuptoi se kishte harruar se sa mirë ishte të kishte biseda normale, të lehta, pa presion dhe pa trishtim. Biseda që nuk kishin peshë mbi supe, por sillnin qetësi. Pas darkës, Ilia i bëri banjë Miguelit ndërsa Felipe lante enët dhe rregullonte kuzhinën. Kur mbaroi, ai shkoi drejt dhomës së djalit dhe i gjeti të dy të ulur mbi krevat, me libra fëmijësh të shpërndar përreth. Ilia po lexonte një histori për një lepur të vogël aventurier, duke ndryshuar zërin për secilin personazh. Migueli qeshte, duartrokiste dhe i kërkonte asaj ta lexonte sërish. Felipe u mbështet te dera dhe vëzhgoi skenën, duke ndier diçka të ndryshonte brenda tij në mënyrë përfundimtare. Ai e kuptoi se kishte humbur kaq shumë kohë i bllokuar në dhimbje dhe frikë, sa kishte harruar që jeta vazhdonte përreth tij. Djali i tij po rritej, po ndryshonte çdo ditë. Ilia e vuri re Felipen dhe i bëri shenjë të afrohej. Ai hyri ngadalë dhe u ul në cep të krevatit. Migueli u hodh menjëherë në prerin e tij me librin në duar.
Ti lexon tani, babi? Lexon historinë e lepurit, pyeti Migueli plot entuziazëm. Felipe e mori librin me duar që i dridheshin. Nuk i kujtoi hera e fundit kur i kishte lexuar djalit. Ilia i vendosi dorën mbi shpatull në shenjë inkurajimi. Felipe hapi librin dhe filloi të lexonte. Zëri i tij ishte i pasigurt në fillim, por u bë më i fortë me çdo faqe. Migueli u mbështet gjithnjë e më shumë në kraharorin e tij, i qetë dhe i lumtur. Kur historia mbaroi, sytë e Miguelit ishin rënduar nga gjumi. Ilia e ndihmoi Felipen ta shtrinte, duke rregulluar batanien dhe jashtëkun siç i pëlqente djalit. Para se të mbyllte sytë, Migueli ja shtrëngoi dorën babait. Qëndro këtu derisa të fle, babi. Mos ik, murmuriti ai. Felipe qëndroi aty, i ulur pranë krevatit, duke ja mbajtur dorën, derisa frymëmarrja e djalit u bë e thellë dhe e rregull. Ilia fiku dritën, duke lënë vetëm abazhurin ndezur, dhe i bëri shenjë Felipes të dilnin. Ata dolën në heshtje, duke lënë derën pak hapur. Në korridor, Felipe u mbështet pas murit dhe kaloi duart mbi fytyrë. Ishte i lodhur emocionalisht, por ndihej më i lehtë se kurrë. Sikur një barë e rëndë t'i ishte hequr nga shpatulla. Nuk e di si të falenderoj për gjithçka që bëre sot. Na shpëtove. Mua dhe Miguelin, tha ai. Ilia mori çantën nga divani dhe tunte kokën lehtë. Unë vetëm ju tregova atë që ishte aty gjithë kohën. Dashuria mes jush nuk u zhduk kurrë. Ishte vetëm e mbuluar nga dhimbja. Para se të largohej, Felipe e ndaloi me kujdes. Ai i propozoi diçka të re. I kërkoi të qëndronte, të kujdesej për Miguelin çdo ditë, si dado me kohë të plotë. I ofroi një pagesë më të mirë dhe mundësinë për të jetuar aty. Ilia u emocionua thellë dhe pranoi. Ditët që pasuan ndryshuan gjithçka. Ilia vinte herët çdo mëngjes, zgjonte Miguelin me këngë dhe lojra. Felipe filloi të largohej më vonë për punë dhe të kthehej më herët. Migueli nuk qante më kur babai largohej, sepse tani e dinte që ai do të kthehej. Felipe filloi edhe terapin. Ishte e vështirë, por e domosdoshme. Ai mësoi se largimi nga djali nuk e mbronte nga dhimbja, vetëm e shtynte më thellë. Me kalimin e kohës, filloi të shërohej. Muajt kaluan dhe Migueli filloi të përmirësohej. Çdo lëvizje e vogël ishte një fitore. Çdo buzëqeshje, një mrekulli. Një ditë, Felipe i çoi në një park të madh të përshtatur për fëmijë me nevoja të veçanta. Migueli ishte i mahnitur. Ai qeshi, luajti dhe në fund të ditës tha se kishte qenë dita më e bukur e jetës së tij. Vitet kaluan. Migueli u rrit, u forcua dhe mësoi të ecte me ndihmë. Ilia u bë pjesë e familjes. Shtëpia u mbush me jetë, zëra, muzikë dhe dashuri. Shumë vite më vonë, Felipe ishte ulur në kopsh duke parë Miguelin adoleshent duke luajtur me miq. Ilia u ul pranë tij. Ata qëndruan në heshtje duke shijuar momentin. Felipe i tha se nuk do ta harronte kurrë atë ditë në kuzhinë, kur gjithçka ndryshoi. Ilia buzëqeshi dhe tha se ndryshimet më të mëdha shpesh fillojnë me gjestet më të vogla. Të ulesh në dy sheme. Të shohësh një fëmijë në sy. Të zgjedhësh të qëndrosh. Migueli erdhi duke vrapuar, u ul mes tyre dhe filloi të fliste me entuziazëm. Felipe dhe Ilia e përqafuan. Dielli po perëndonte, qielli u ngjyros në portokalli dhe rozë. Dhe aty, në atë moment të thjesht, ishte paqja e vërtetë. Paqja që vjen kur je pikërisht aty ku duhet të jesh, me njerëzit që kanë më shumë rëndësi, duke jetuar jetën me kuptim të vërtetë.